Pse ju kriset korektori në pjesën e poshtme të syve? Do t'ju tregoj disa nga arsyet më kryesore se pse korektori kriset. Se e vendosni korektorin tuaj kështu, pra direkt në pjesën e poshtme të syve, kjo do të krijojë krisje të menjëhershme sepse ka shumë produkt dhe lëkura rreth zonës së syve është shumë e hollë. Dhe në momentin që ju do ta bëni blend, krisjet do të krijohen me një herë. Gabimi tjetër është që nuk po vendosni krem sysh. Syt tuaj duhet të hidratohen gjithmonë përpara se të vendosni korektor, sepse lëkura mund të jetë më e thatë. Se nuk përdorni një krem sysh, mund thjesht të përdorni një krem hidratues apo hidratuesin tuaj normal, dhe thjesht ta përqendroni pak më shumë tek pjesa e poshtme e syve. Tani pasi kremi është tharë, unë do të vendos pak korektor dhe do ta vendos gjithmonë këtu. Pra, do ta vendos shumë më larg pjesës së rrudhave të poshtme të syrit dhe do ta përhap në fillim me furçë dhe furçën do ta përqendroj vetëm në vendin ku kam vendosur korektorin, pra as më lart as më poshtë. Të njëjtën gjë do të bëj dhe këtu. Pra do ta përhap mirë dhe më pas do ta pastroj furçën në pjesën e pasme të dorës. Dhe do të vazhdoj sipër për të mbuluar pjesën e poshtme të syrit, pra afër qerpikëve. Tani diferenca duket qartë që tani, pasi kemi mbaruar me furçë, tani do ta përhapim pak me beauty blender. Dhe pasi kam hequr të gjitha krisjet, do t'i bëj set me loose powder. Tani do t'i bëj set dhe syri tjetër dhe ju përsëri do shikoni që dhe pse e kam pastruar me beauty blender dhe i bëj set, prap do të kriset. Dhe tani do t'i bëj direkt set. Shikoni se si këtu janë akoma krisjet dhe në anën tjetër nuk ka asnjë krisje në sy. Në këtë anë kam vendosur më pak produkt dhe përsëri mund ta shikoni që syri duket më i tërhequr dhe duket më i pastër dhe më i bukur sesa pjesa e poshtme e syrit ku vendosa produkt pafund.